Potencialet e jashtëzakonshme në prodhime bujqësore të qarkut të Fierit prej disa vitesh e kanë vënë atë në fokus të ndërhyrjeve të thella në rrjetin infrastrukturor, të cilat kanë rezultuar strategjike për zhvillimin e tij. Qindra kilometra rrugë lokale dytësore, investimet e realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me fondet të qeverisë donatorëve, lidhin sot me rrugë të parametrave bashkëkohore, bashki, komuna e fshatra të këtij qarku, që reflekton më shumë se kur mirëqenien e merituar. Kësaj harte të gjerë ndërhyrjesh do t'i shtohet nga pranvera e ardhshme edhe segmenti prej 9.3 kilometrash që lidh bashkinë Roskovecit me komunën Kurian. Fondi Shqiptar i Zhvillimit sapo ka nisur punën për ndërtimin e rrugës Roskovec-Kurian, një segment që mundson 18.000 banorëve të këtyre zonave një lidhje komode edhe me qytetin e Fierit dhe ato të Berantit. Rruga e re që do t'i zërë vendin një segment i tetë amortizuar, të vështirë deri të rrezikshëm për banorët, reflekton edhe sot një konfirmim të asaj që pritet prej banorëve. Rruga e re për ta do të thotë më pak kohë humbur, më pak kosto transporti, më shumë përkushtim ndaj tokës, më shumë mundësi punësimi e sigurisht më shumë fitime. Ne kemi pasur ndër këtë rrugë burr. Shqyqyr Zotit që u bëj njerë, inshallah na bet mirë, më duket se mirë edhe këta djemë që punojnë, po punojnë mirë, se kemi vojtë të tërkohë, ne e dim ç'kemi hequr. Për para doje 2 orë të shkojnë në Fier. Që me berin e kësaj rruge shkurton për 40 minuta e në Fier. Jam në atë parë që kam mjell 3 hektar ulli, problemi pa rruga, se nuk vjen as 1 hektar për të blerë, zvinte. Sot kemi shpresat, mallin të çojmë në pazaret e mposhtme dhe i falemderit qeverisë. Rruga i vjen në ndihmë jo vetëm komunitetit të kësaj komune, po i vjen edhe komunave që janë vazhdimësia jonë. Kjo rrugë tu është rrugë kryesore. Biznesi do ecim para. Drejtori i Fundit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci vlerëson faktin që ky segment çon drejt plotësimit nevojat për infrastrukturë në një zonë si kjo, që mban peshën më të madhe të prodhimeve në vend, ndërsa bën të njohur se kjo nuk është as pak ndërhyrja e fundit në këtë qark. Sot ne fillojmë një investim tjetër të ri në qarkun e Fierit. Është një rrugë e rëndësishme për rreth 9 kilometrash që i shtohet inventarit të investimeve që Fondi Shqiptar i Zhvillimit në kuadrin e projektit të rrugëve dytësore lokale bën në këtë zonë, ka një impakt të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës, do thoja, dhe si e tillë hyn në inventarin për rreth mbi 100 kilometra që së fundi janë investuar vetëm në qarkun e Fierit në rrjetin e rrugëve rurale. Besoj se do të vazhdojmë me investime të tjera të këtij lloji në këtë qark për të përgjigjur gjithmonë më mirë edhe strategjisë qeverisë shqiptare për të rikonstruktuar gjithë rrjetin rural në dobi të ekonomisë, punësimit dhe zhvillimit të këtyre zonave. Deputeti i kësaj zone, Ministri i Transporteve Sokol Oldashi, duke nënvizuar rëndësinë e këtij segmenti për zonën, garanton banorët se vëmendja ndaj nevojave të tyre do të vijojë. Do të kemi parasysh që është nga komunat shumë të rëndësishme të qarkut Fierit për potencialin e prodhimeve agrikulturore, kryesisht të frutikulturës dhe të ullirit. Mjafton t'ju them që vetëm mbjelljet e reja në kulturën e ullirit në këtë komunë janë rreth 200.000 rënj. 200.000 rënj që u bashngjiten atij fondi të trashëguar për 30.000 rënje që kjo komunë ka pasur. Gjë që ka bërë që komuna të ketë edhe një industri përpunuese me një kapacitet për 6 fabrikash të prodhimit të vajit. Dhe kjo rrugë do t'i bëj edhe një të mirë tjetër zonës, pra përveç se do të lehtësojë qarkullimin njerëzor, do të bëj një dalje të shpejtë në treg edhe të produkteve të zonës, duke i dhënë një mundësi zhvillimi ekonomik. Nga ana tjetër nuk është i vetmi investim që ne kemi në këtë komunë, ne po investojmë në shkollë dhe bashkë me kryetarin e komunës po ndjekim të gjithë planet e tjera për përmbushur të gjitha detyrimet tona si administrat, por edhe për të përmbushur të gjitha kërkesat e komunitetit të kësaj komune. Projekti për rrugën e re Roskovec-Kurian, ashtu si të gjitha ndërhyrjet e realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, parashikon ndërtimin e një segmenti që përmbush parametrat më të mirë infrastrukturor. Pjesë e projektit është edhe rikonstruksioni i plotit, 2 urave ekzistuese dhe sinjalistik shtesë në zonat pranë shkollave për të rritur nivelin e sigurisë rrugore.